Atere, që mos së mbasim kohën, po futem direkt në temë, ka ajo që kishe edhe dhe aty e përmëndi dhe Zoti Shejaj për TV-shën. Unë kur pash atë video më ngritën qimet për pjetë. Sepse pash Zotin Shejaj para TV-shës dhe pash që krahason të TV-shën me klanin. Pra, modeli menaxhimit mirë ekonomik që klani, modeli i keq që TV-shëja. Kjo më duk skandal. Po dal përtej filozofisë time si i majtë që më shumë janë për pronën publike se sa për parjen e pasurive publike si mall tregu. Por problemi është, çfarë fitojmë ne në qoftë se e reduktojmë TV-shën nga 30 milion, si thot mundësia, në 5 milion. A ka vjedhje? Ka vjedhje. Pra, për denoncimin e Agronit jam 100% dakord. Problemi është një forcë e re politike, një qasje e re që do të rregullojë këtë shoqëri, e gjen zgjidhjen duke reduktuar TV-shën buxhetin? Çfarë do ndodhte me reduktimin e buxhetit të TV-shës? Do fuqizoheshin shkallmusit e tregut mediatik, Top Channel dhe Klani. Njerëz institucione nga të cilët Zoti Shejaj si deputet ka qenë viktim. Pse viktim? E mbani mend omertan sa herë Zoti Shejaj bënte denoncime? Asnjë nga oligarkët nuk flet për tjetrin. Dhe ka një heshtje totale. Të heqësh edhe me tusin publik është fuqizosh disa pronarë që media ne shohin si një mundësi për të vjedhur shqiptarët. Në këtë vjedhjet madhe fusin lopatën dhe ata. Në qoftë se unë do kisha një qasje 3, pa diskutim si i majtë, po edhe si i djathtë, kush do ishte? Do ishte ata t'i mbajnë 30 milion, por të bëj një model të fuqishëm. Groni vjen nga Italia, Rai, BBC-a akoma më lartë. E kam parë për shembull e ndoqa pas Agronit debatin për BBC-n. E disi thoshte një ish drejtori i BBC-s kur ishte hapur debati i privatizimit? Çfarë thoshte? Nuk është BBC-a mall tregu. BBC-a ekziston sepse tregu ka dështuar. Pra, do me thënë, të bësh zgjidhje, atë që thot mentori, duket e thjesht dhe populiste. Nga 30, po i shqiptarve, po ja heq, po ja shpëtoj 25. I ke dënuar shqiptarët duke i hequr këto 30. Unë do preferoja zgjidhjen, po t'jem unë, ata do kem 50 në mënyrë që njerëzit të shohin aty pasqyrën e të vërtetës. Si 50? 50 milion. 50 milion. Pra, ka një mënyrë për të shkallmuar këtë sistem mediatik që na ka zënë frymën, Topi, Klani, gjithë tjerë, Antivlerash. duke forcuar emetusin publik. Ju bënit kundërtën dhe kjo më duket rrënqetësi. Po, Agron, kishe gje për... Tani, më vjen keq, më vjen vërtet keq kur tregon se çfarë vizioni ke dhe çfarë do të bësh, mund të jesh dakord, mund mos jesh dakord, dhe do të thuash, ore, paratë e qytetarëve shqiptar që mblidhen nëpërmjet taksave janë para djerse, para pune, dhe nuk mund të bëjmë dhe të shpërdorojmë si na doj qefine. Dakord? Dhe thua, dua, vizioni ynë është të kursejmë parat dhe ato para që nuk kemi në gjendje t'i përdorim, t'u akthejmë qytetarëve, ose mos t'u marrin fare duke urur taksat. Ne këtë mendojmë, unë mendoj që shteti duhet të vogël, administrata duhet të vogël, burokracia duhet të vogël, taksat duhet të jenë të ulta, që qytetarët shqiptar të kenë mundësi të punojnë dhe ta zhvillojnë ekonominë. Nga Shqipëria, dhe Shqipëria duhet një vend më i mirë, shkollat do të jenë më të mira, arsimi, shëndetësia, gjithçka do jetë më mirë. Të them mendimin tim. Vetëm nëse ekonomia... Propozime konkrete. Konkretës. Shqipëria do jetë më e mirë nëse ekonomia rritet. Përsa ko ekonomia rritet me 2% në vit, ne ishim të varfër, do mbetemi të varfër.
vetëm nëse çlirojmë i heqim qytetarëve shtetit nga kurrizi, ekonomia mund të rritet me 10% dhe realisht Shqipëria mund dalë nga vendet më të varfra. Ky ishte qëllimi, pavarësisht se shumë ju ngecni tek klani, se unë mund tosha topi, mund tosha Euronewsi. Jo, një sekond, jo, se është që shkeme të, se aty filloi vallja, aty filloi vallja, jo, kjo është sipërfaqësore, po ta shikosh në sipërfaqësore të ndalosh tek fjalia e parë. Si tha e krahasoj me klanin, unë po tregoj vizionin ton. Ju ngecni, po pritëm kjo është mendimi yt. Ju ngecni te klani, mos klani. Atëherë, unë po tregoja një vizion, unë e fillova atëherë të shëja, duke marrë si shembull dhe kam vazhduar duke shpjeguar se si e shoh unë. Pastaj, çfarë them unë tani? Unë bëra krahasim me një televizion privat. Unë nuk thash që klani është televizioni. Unë nuk thash televizion. Po merre me klanin, kush do hiqe klanin? Thash, më fal. Unë thash ditën përpara në televizion ishte Eraldi në intervistë me mua. Të nesër unë e ftova dhe zotëria sapo kishte bërë gati, po të ftova në intervistë, sapo kishte bërë gati spotin dhe bëri sikur nuk e pa mesazh se donte të jepte fort këtij spotit vetë anti-TVSH, është shumë interesante kjo, po nejse, s'ka rëndë. Po këtë e penë ëndër, si të erdi kjo nga... Jo, po unë kam mesazh. Ka aftësi që unë... Unë kam mesazhet. Të erdi si e pesë. Dhe konsulenti jot, disa ditë para ishte në emision të unë. Një sekund. Atëherë po thosha, tani mua më vjen keq që kur unë filloj një mënyrë për të treguar se çfarë do bëj dhe si ta bëj dhe si t'ja shpjegoj qytetarëve duke vajtur përballë RTS-s, duke filluar nga RTS-ja, nuk e kam fajin unë që ju ndaluni te fjalia e dytë. Pse tha klani nuk tha topi, pse nuk tha Euronewsi, pse nuk tha MCN-ja. Dakor, unë po merre një, më fal, po merre një shembull. Kur të mbarosh kam po, absolutisht, po mirë. Gjithkohon, po kam kundër, po. Po mirë, të lutem, shënoj se unë nuk të ndërprej. Ky është vizioni ynë i dashur Andi, unë në familjen time, unë kam jetuar, jam rritur në Itali, dakor? Imat më thoshte, shiko Rajin, mos shiko Mediasetin. Unë kështu jam edukuar dhe kështu jam rritur. Një sekond, edhe di vlerën e televizionit publik. Dakor? Unë nuk kam thënë kur që RTS-ja duhet të mbyllet. Kam thënë thjesht që ajo 0.pak% që bën RTS-ja nuk mund të harxojmë 30 milionë euro. Kështu e shoh, por mund të bëhet është taksa aparate, 5 euro në rajon. Një lek është taksa aparate në Shqipëri. 5 milion nuk janë thërrime. Janë një mal me lek në këndvështrimin tim. Dakor? Me 5 milion, po mirë, kështë këndvështrim, mund të bëjnë shumë gjëra. Kur ne themi tani duhet ta ndani mendjen, 30 milion euro, është 1/3 asaj që duhet është një lek e taksë për aparatin, një lek. Për të rritur pensionet, po unë e kuptoj se si parate, po unë e di si parate tjerëve zvlejnë, janë një lek. Unë e di. 30 milion euro është 1/3 e vlerës që duhet për të rritur pensionet me 10% në vit. Dakor? Ne duhet të ndajmë mendjen, dhe unë dhe partia që unë kam krijuar, dhe që bashkë me një grup të rinj dhe të rejash, ne kështu e shohim, ne mendojmë që paratë e qytetarëve shqiptar duhet i trajtojmë sikur të jenë paratë e fëmijëve tanë. Janë para djerse dhe duhet të kujdesemi që mos të shpërdoren në asnjë mënyrë, as kur qëllimi është i mirë, dakor? As kur qëllimi është i keq, as kur shpërdorohen, as kur vidhen. Tani, ky është vizioni ynë, pëlqen apo s'pëlqen? Unë mendoj, po më dakor, ky është mendimi yt, dakor, po më vjen keq që ndalon te klani. Unë nuk thash që televizionet e tjera, janë më të mira. Po jo, kushdo, Top Channel i jo, se aty mbi atë që ndisën, si e që ndisin atë klanin, e filluan e than, Agroni po mbron klanin, po mbron këtë, qa bën më... Le që, ta kam unë, e kam këtu, shpifjet, ke 6 minuta, unë pres dhe 6 minuta. Ja ku e ke që thot Thoma Gëllçi, ish drejtori i RTS-s, i dënuar, thot, të mbyll i RTS-n, thot Agron Sheaj, gënjej natë, ne e pam aty. Tani, ky është, ish drejtori, unë betejën, po e bëj pikërisht për këta, që kanë futur duar në xhepat e qytetarëve. Unë për këtë po flas. Tani, për mbi të ardhmen e RTS-s. Tani, RTS-ja, edhe unë do doja shumë që në Shqipërinë të ishim gjendje të krijonin një BBC. Edhe unë do doja shumë. Por unë jam i mendimit që ky është vizionim. Unë mendoj që shteti duhet të bëj vetëm fol tjetër çfarë them. Hajde.
Qa të mu? Jo, të ndërhyja, më ke parë të ndërhy. Folti. Unë e respektoj Unë mendoj që edhe kur përsëritet. shteti, jo, s'po them diçka tjetër. Unë mendoj që shteti duhet të bëj vetëm atë që privati ose nuk do ta bëj, ose nuk ja japim dot. Që interesin kombëtar ku do t'ja lëmë në? State, bëm vetëm shteti. Ky është vizioni im, ky është vizioni im. Shteti e bën. Në momentin që shteti e provon disa herë dhe dështon, si në rastin e RTS-s, për ta ngritur, duke investuar vit pas viti, qeveri pas qeverie. Unë nuk di një qeveri të ketë ardhur në pushtet mos ka thënë që RTS-n do ta ngrëm, por RTS-ja është keq e më keq. Të gjithë kanë futur duart, të gjithë se këtë drejtorin që ka vjedhur aty, nuk ka rënë nga qielli, e ka vënë Edi Rama, e ka vënë pushtetin. Fushat edhe një herë. Kështu që unë jam i mendimit që këto energjitë, këto parat, le t'i vëmë diku tjetër, t'i vëmë në arsim, t'i vëmë në shëndetësi. Dakor? Do doja shumë, po unë nuk besoj që RTS-ja një ditë ka për të bërë BBC-ja, jo me 30 milion, jo me 5, po dhe 300 t'i japin. Unë nuk besoj që ka për të ndodhur. Dhe bile them edhe këtë. Le ta filloj një herë me 5, të shikojmë se çfarë bën me ato 5. Pastaj, po eci mirë, t'i japim dhe të tjera. Le të përqendrohet RTS-ja në ato gjërat. Unë jam i pari që do të unë mendoj që është skandal që ndeshjet e Shqipërisë nuk jepen falas. Unë mendoj që është skandal. Një gjë duhet të bëj, pak gjëra duhet të bëj RTS-ja. Por kombëtarja e Shqipërisë, shqiptarët duhet të kenë të drejtë ta shohin kombëtaren kur luan. Është një drejtë. Dakor? Mas e kam sepse kam jetuar në Perëndim dhe në Perëndim kombëtarja nuk Ja një shikohet. sekund vetëm, shiko. Okej. Jo, Jo, hyre edhe ti tani. do të orientoj. Jo, vazhdo. Vazhdo, po Se ky mbylli atë kronometrin e vet. Se e vuri dhe unë e lash ta mande. Okej, vazhdo. Hajde, jepi. Do me thënë, ku është problemi këtu? Pikrisht e kjo, që zgjidhja më sipërfaqësore është këtu videt. Po edhe në spitale videt, ti privatizojmë. Po edhe në ujësillës videt, ta privatizojmë. Po dhe në universitete jepet nota me para, ti privatizojmë. Pra, unë se kam kërë të shëja fare. Mundësia juaj, unë ta thosh. thellësisht, Mund ta them? Po me fjalë tjera. Jo, ta mbaroj. Kapitaliste, pjell shkatrimin e gjithë shkaje publike në këtë vënd, dhe na bën të gjithëve viktima të asaj oligarkie që ju pretendoni se luftoni. Pra, shembulli i RTS-s ishte më flagranti, po mund të marrim 10 shembuj të tillë që nuk mjafton thuash ja hajduti, por si do ngrejmë një sistem që hajduti ta ketë të pamundur të vjedhi. Sistemi që ju propozoni, pra, ku videt ta privatizojmë, është provuar dhe në vendet tjera, nga kili i kohës Pinochetit, dhe ka pjell, varfëri, mjerim dhe njerëz që shkojnë në skamje. Kundër këtij vizioni kapitalist, neoliberal, që nuk do t'ja di për njeriu, po do t'ja di vetëm për paran jam unë, dhe prandaj e ngrita çështjen e televizionit publik. Tani, po më akuzon që unë dua kapitalizmin. Jo, më jo. Unë dua, jo më ta them, përpritoj. Kapitalizmin, Unë jam për kapitalizmin. padyshim. Unë jam. Kagron po thotë Unë mendoj që shpresa. Ka kapitalizëm social-demokrat? Unë mendoj që e vetmja shpresë që kemi është adoptimi i kapitalizmit të vërtet. Jo një karikaturë të Po kapitalizmit. kjo që propozoni ju është i vërtetë. Po jo, po ky ka të drejtë ta thotë këtë. Jo, jo, unë Thot 1/100 e problemit. Jo, po ky është politikan, thot 1/100 e problemit. Sepse po ta e di çfarë po thotë pas me çfarë po thotë bushat, po t'ia themi dhe çikusit. Po e se kuptuan atë, dhe shpjegosh ti. Ju kuptuar shumë mirë. Po le ta- Po dhe t'ja Po ta shpjegoj. ta them dhe unë me fjalët e mia. Po të përgjigjem unë një pastaj thuaj ti përsoje. Unë po të them ty që 95% e medias shqiptare Po. është alarm i madh, është e kapur. Ky është problemi. Televizioni shtetëror nuk ekziston, mos i thua ti kështu. Po është e kapur dhe ti tani pjesa tjetër, pjesa tjetër. Ore ju kuptoni që unë nuk vajta të RTS-ja për të marrë me mediat. Ju kuptoni që është kaq e vështirë është për të kuptuar?
Po nuk mund ta shmangësh këtë gjë. Po jo, mor jo, ore ju do shikoni, ore ju mund shikoni, ore ju vazhdoni të shikoni gishtin e nuk shikoni ënën. Unë nuk po merr. Po jo, mor jo. Ai nervalet O Andi, televizionin kur u more me klanin, ndalove te fjalia Gjesi, e ranë darkë dhe martuan me media, sigur unë po merre me media, po ndalon tek te fjalia 4. Po shmedia. Shko për te, o Andi, shko për te. Unë nuk shkoj për te. Po shkoj për te. Se po dole ke KQZ-ja dhe thua do privatizoj KQZ-n. Ose ka me zgjedhje. Unë do merrem dhe me zgjedhje. Jo, mor ti mund të merresh me çfarë të duash. Unë po të them që ajo që për ty është akuzë, për mua është vizion, është besim. Unë besoj te kapitalizmi. Unë besoj te kapitalizmi vërtet që ka sjellur. Tëra është brenda është edhe ekrani. Unë besoj te kapitalizmi i munguar në Shqipëri, ku ke një kryeministër që i jep një grup njerëzve, u jep një printer dhe nëpërmjet të cilit printojnë para nga mëngjes deri në darkë. Dhe me ato para që fitojnë nëpërmjet printerit që ka dhënë qeveria, hynë pastaj dhe pushtojnë gjithë tregun. Unë për këtë po flas. Dakor, ti thua, ju mbetët e klani, mbetët e mediat, unë po flas. Ngele ty mund e pronës publike dhe demokracisë, nuk është çështje parash. Por jo mor se ka vende. Ju e trajtoni. Po jo mor jo, atëherë ka vende demokratike pa fund ku nuk ka fare televizione publike dhe ku televizioni publik ka një buxhet të caktuar nëpërmjet të cilit shumë mirë mund t'i japi atë shërbim që jep sot për të bërë 0.5%, RTS-s i mjaftojnë dhe 5 milion. Tani, o Andi, ata që më akuzojnë mua lart e poshtë, përballë konkurrentëve me 30 milion. Po cilë konkurrent, o Andi, ore jepi dhe 300 ti RTS-s do i bërësh e kumla, o Andi, tani, jepi dhe 300 milion euro dhe i vjedhin. Do t'i vjedhin si kanë vjedhur, tani, nëse ne nuk po flasim për shkollat, për shëndetësinë, se kjo është një thirrsim. Po tani ta them pastaj më thuaj si do të bërë. Dhe ky shembulli që merrni ju, jo patjetër, mbyllim dhe shkollat, mbyllim spitalet. Po nëse në për shkollat publike do vente 0.5% e qytetarëve shqiptar dhe ne i paguajmë sigur vete me 0.5% dhe nëse prej 30 vitesh vazhdojnë e vend 0.5%, për 0.5% do t'u japësh, aq sa duhen për 0.5% të nxënësve. Jo, do forcoj shkollën publike. Po jo, mor jo, ore, më fal, të lutem. Se ti do gjithë tanë argat të kapitalistëve. Jo pra. Argat të kapitalistëve, po ta mbyllim argat të kapitalistëve. Po patjetër. Por jo, mor jo, se kapitalizmi nuk krijon argat, o Andi, kapitalizmi është modeli i vetëm që ka treguar, që ka sjell demokraci, liri, mirëqenie, o Andi. Atje ku shkartohet alternativa, komunizmi ka sjell varfëri, mjerim, ignorancë, vuajtje, persekutime. Ti dalojmë gjërat. Patjetër. Po them. Si mund të thuash ti argat, kapitalizmi argat? Sa po më the, me që universitetet kanë dështuar, se kanë dështuar, e tregoj PISA, atëre ti mbyllim dhe universitetet publike. Të gjithë fëmijët ke privati. Pra ta mbyllim dhe ujësjellësin. Të gjithë mjekët me çmime ujë me çmime tregu. Unë besoj se ti e kupton diferencën midis të luftuarit shpërdorimin e parave publike, se unë s'kam folur për mbyllje për RTS-n, jo më për shkollat e për nuk thash ta mbyllim, thash që shpërdorimi i parave publike duhet luftuar. Edhe në shëndetësi duhet luftuar shpërdorimi i parave publike, dakor? Sepse ato para, siç e thash, po jo duke dobësuar publik.